Kam frikë se fëmijët e mi mendojnë se dua punën më shumë se ata. Ata më shohin duke u larguar para se të lindë dielli. Dhe kthehem vetëm kur shtëpia është tashmë në qetësi. Ata nuk ndojnë duke shikuar orën gjatë gjithë ditës, duke numëruar minutat derisa të kthehem më në fund në shtëpi. Ata nuk mund të gjojnë kur të shprit. Dhe bëj këtë për ju. Të sigurosh jetesën, ndonjëherë duket sikur zgjedh punën para momenteve. Por një ditë, ata do ta kuptojnë të vërtetën. Baba i tyre nuk po ndiqte paratë. Ai po luftonte për të ardhmen e tyre.